Kur dikush flet shumë për të kaluarën e vet, çfarë do të thotë kjo? Kur dikush flet shumë për të kaluarën, shpesh nuk është sepse ai njeri nuk do të ecë përpara, por sepse ka diçka që ai akoma nuk e ka kuptuar plotësisht. Truri jon ka nevojë të gjejë kuptimin çfarë ka ndodhur. Dhe derisa të gjej qetësinë e atij kuptimi, ai kthehet vazhdimisht pas. Psikologjikisht, ne përmendim të kaluarën për të zbutur plagën që nuk është shëruar. Njerëzit që rikthehen te një histori nuk janë të mbërthyer në të, janë duke kërkuar përgjigjen që nuk e morën kurrë. Pse? Ndërveprimi midis kujtesës dhe emocioneve bën vështirë ta mbyllësh një kapitull pa e rikujtuar fillimin. Ndonjëherë, për të shëruar trurin, duhet të tregojmë historinë më shumë se një herë. Prandaj, kur dikush flet shumë për të kaluarën, mos e gjyko. Ndoshta është duke u mësuar se si ta lëri pas, dhe kjo është një pjesë e shërimit për të.